Live from Tirana. Live from Tirana. Rikthehemi sërish në program në Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka. Në pultin e transmetimit ndodhet Wizy DJ, i cili përzgjedh këngët e bukura që ju të dëgjoni dhe t'i shijoni në makinën tuaj apo kudo jeni duke na dëgjuar. 11:09 është ora eksakte në këtë moment, 4 prill e premte, dhe koha jashtë është më e bukur se kur për gjithë ju që keni bërë plane për të kaluar fundjavën në vendodhje në lokacione të ndryshme të Shqipërisë. Ndërkohë, tashmë siç ju lajmëruam në krye të herës në Wake Up, me në studio ndodhet këngëtare interesante, simpatike, akoma më simpatike nga afër, Inis Neziri, mirë se vjen në program. Mirë se të gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Inis, si janë ti e morning person apo domethënë një njerëz që zgjohesh herët, të pëlqen mëngjesi apo e merr shumë me Terezi? Jo, në orët e parë të mëngjesit unë përgjithsisht jam në punë, kështu që jam person që zgjohem shumë vonë. Okej, domethënë kam përshtypjen që për të gjithë artistët se ju kryesisht edhe frymëzimin për të prodhuar në studio muzikore keni natë. Po, shumë e vërtetë. Interesante. Do të flasim në fakt për një gjë shumë bukur, për këngën tënde më të re, diku tek një javë ka që është publikuar, mban titullin Çaj e qesh, Inis Neziri, dhe gjithashtu është pjesë e The Top List si new entry dhe ka plot një javë në klasifikim, momentalisht ndodhet në vendin e 15. Nesër bëhet të dielën në mos gaboj, bëhet riabilitimi dhe do të mësojmë renditjen tonë të re, po më flit pak për këngën, pse Çaj edhe pse qesh? Çaj e qesh sepse për çfarë flet kënga për ato që nuk e kanë dëgjuar? Kënga është një projekt shumë i dashur për mua, kam disa kohë që po e punoj. Gjej rastin të falenderoj producentin e këngës Englin, edhe për tekstin Mumën, cilin e vlerësoj shumë. Mendoj që teksti është shumë i veçantë edhe shumë aktual, pasi flet për këto kontraditën midis ndjenjave, që dhe qaj me kujtimet, po në të njëjtën kohë dhe i vlerësojmë edhe qeshim me to. Përgjithsisht, kur pyesim, është pyetje bazike, kujt i dedikohet kënga të ftuarit? Shpëtoj nga situata, thonë që tekstin e ka shkruar dikush tjetër, është bazuar në një histori apo thjesht është krijimi i momentit? Jo, është thjesht krijimi i momentit, frymëzimi i momentit. Kush janë komentet, feedbacku që ke marrë nga fansat e muzikës tënde për të nga të afërmit për projektin tënd më të ri? Deri tani shumë pozitive, si për këngën ashtu dhe për videoklipin. Mendoj që është një projekt që mua më përfaqëson shumë mirë, brenda kontureve të mia, dhe publiku e ka pritur shumë mirë dhe dua t'i falenderoj shumë për mbështetjen që më japin gjithmonë. Ti ke prodhuar muzikë të mirë, ke marrë pjesë në festivale, ke bërë bashkëpunime. Kush janë planet tua domethënë më saktë, kush është një strategji e jotja? Ke ti një strategji për të qëndruar mirë në treg, për të arritur maja më të larta se ç'ke arritur? Dëshira e çdo artisti është që të eci sa më shumë në treg, po mendoj që tregu jon është pak i vështirë, duke qenë se edhe unë kam synuar që e vogël që të hyja në tregun e huaj, po ne mezi po hym tregun shqiptar, jo më në atë të huaj. Ti ke hyrë, ke këngë që të dëgjohen dhe këngë që shijohen në makinë. Unë jam një prej tyre për shembull. Po, është okay. Mendoj që fillimisht dua të fokusohem më shumë në projektet e mia solo, po ashtu dhe bashkëpunime, nëse më jepet rasti. Të qëndroj brenda kontureve të mia, të bëj projekte të mira mbi gjitha, që edhe mbas disa vitesh kur ti dëgjoj, të them që okay, kjo isha unë, nuk e bëra këtë gjë vetëm që njerëzit të më dëgjonin. Dhe shpresoj që njerëzit ta vlerësojnë këtë pjesë edhe. Qartë. Inis, ti sa vjeç je? 24. 24. Je fix në motion për të punuar e për të bërë sukses. Për ty kanë prioritet festivalet, kompeticionet, çmimet apo klikimet dhe hitet? Viraliteti. Çfarë është më rëndësishëm për një artist sot? Mendoj se të dyja. Mbi të gjitha unë jam që e vogël jam rritur me festivale dhe me kompeticione. Duke qenë se edhe në Shqipëri nuk është se kemi shumë të tillë, unë mundojmë që t'i frekuentoj çdo vit që janë, po dua të fokusohem për momentin më shumë te videoklipet dhe këngët, se në fund të ditës ato janë ato që na afrojnë më shumë me njerëzit, me publikun. Interesante. Mirë, besoj e kemi do ta dëgjojmë tani Wizy, po e dëgjojmë tani tashmë në këtë moment për kënaqësinë tuaj, për gjithë ju që nuk e keni dëgjuar, megjithëse në Top Radio transmetohet shpesh. Çaj e qesh është projekti më i fundit muzikor nga Inis Neziri, e cila vjen tashmë për kënaqësinë tuaj. Ne rikthehemi pas pak në program. Çfarë do thotë Inis Neziri 11:22, pra 2 njësha dhe 2 dysha? Asnjë lloj gjëje. Inisi tani e di se më duket sigurisht kështu në plazhet e Ibizës ka një koktejl në dorë, e thotë të lutem më lë rehat. Po minimumi në Vlorë do doja ti isha tani minimumi. Më lë rehat me gjithë këto pyetjet tua pa lidhje. As pun kam unë muzikën. Inis, për të shakave, ke pas bërë dikur në rinin tënde të hershme një performancë shumë të bukur e dinjitoze me Piro Çakon, apo jo? Po.
Do doja ta përjetoja sërish një të gjë? Do doja shumë ta përjetoja sërish, qoftë Si një ka duet qenë, me ma përshkruaja Pirën. pak, ti ke qenë e vogël edhe sa vjeç ke qenë asaj kohë? 12 vjeç kam qenë atëherë. 12 vjeçe. Tek Që gjeniu i atëherë ka qenë vogël. në fakt një emocion shumë i madh, pasi atëherë te gjeniu kanë qenë 4 persona në juri, edhe Pirë ishte gjithmonë ai që na kritikonte të gjithë fëmijëve aty, edhe i kishim kështu si frikë. Edhe kur erdhi nata finale, gjithë do performonim me një artist që e zgjidhnin vetë ato. Edhe kur mora vesh që Pirë më kishte zgjedhur mua, isha shumë happy dhe shumë e lumtur pavarësisht se më bëte kritika çdo natë. Si ishte, domethënë gjatë asaj jave që punua aty për performancën, domethënë çfarë të thoshte më shumë Pirë asë kohë, domethënë kritika që të thoshte më shpesh gjatë provave. Faktikisht ne vokalet i regjistronin veç e veç, kështu që kur u ngjitëm të dy në sken për të bërë provën e parë, vetëm patëm tha bravo të qoftë. Edhe ishte hera parë që po më kapte edhe dorën dhe u ndjeva shumë e dashur në atë moment, shumë e vlerësuar. Po që sa më shumë kalojnë vitet edhe njerëzit shoh që ma përmendim, jam akoma shumë e lumtur dhe krenare që kam ndarë atë njëjtën sken me Piro Çakon. Do të ndaje sërish, ti ke pasur gjatë kësaj periudhe kontakt qoftë rastësor apo këtë diun me Piron, Jo, faktikisht nuk kam patur. Ke menduar ta bisedosh? Mendoj që duhet ta bëj këtë hapin e parë. Mendoj që po, ja duhet vije këtu në Live from Tirana që unë ta kujtoja. Kush janë artistët shqiptarë që ti vlerëson më shumë? Domethënë jo për të bërë këtë thirrjen që do duhet bashkëpunoja me ta, për disa artistë për të cilën ti ke një lloj debulese që të kanë frymëzuar qoftë edhe për të bërë art. Për të frymëzuar, me thënë të drejtën, s'është se më ka frymëzuar ndonjë, po kur shoh në sken për shembull Aurela Gaçën, them me vete bravo i qoftë. Për gjithë mundin dhe çdo gjë të mundshme, është akoma në atë moshë që është edhe ka shumë energjike po. Forcë se ne. Elvana Gjata më pëlqen shumë vokali i saj edhe mënyra se si i bën këngët, pothuajse çdo këngë ka hit. Ka plot që më pëlqen. Dgjoj, Big Brotherin e ke menduar ndonjëherë ta provosh si eksperiencë në jetë? E kam provuar, po më thënë drejtën, jo, e kam provuar ta mendoj që të hy. Madje as e ke menduar, jo, po ke provuar ta mendosh. Ne kam provuar ta mendoj, po çdo herë që them okay, më duhet sepse është një trampolin shumë e mirë për të rritur në karrierë, prapë është pak si thik me dy presa, aty varet se si të merr. Po, Ines ti e di që bota i përket atyre që guxojnë. Është shumë e vërtet. Mendoj që më duhet si eksperiencë, po mendoj edhe që s'më duhet, po do tentoj edhe pak kështu si jam. Sa gocimtare je ti në jetë kryesisht? Jo shumë, përderisa se kam provuar këtë, mendoj. Se nuk është vetëm Big Brother pjesë e guximit në jetë. Okej, po e shoh edhe veten që më pëlqen më shumë të rri në atë zonën time të komfortit, sesa të provoj gjëra të reja dhe të tentoj jashtë asaj që un jam. Po duhet të hidhesh. Duhet të hidhesh në mes të detit me gjithë zë e gjithë talent që ke. Me gjithë ato peshkaqen që ka aty. Po patjetër e mendoj që mund të bësh edhe ball. Si do të jetë Vera në vazhdim? Nuk e di fare. Jemi afër, jemi në pranverë. Thjesht dua të them që mezi po e pres, se bon me këtë shiun, kam bërë balada pafund, tani më duhet pak ajo energjia verore ai ngrohti që. Do të bësh këngë verore? Po, këtë vit po. Se kam thënë çdo vit që do bëj diçka të re dhe verore, pas njerëz nuk prapë përfundoj ato të qara. Thuhet që artistët që krijojnë shumë balada kanë një shpirt të thyer. Sepse të krijosh aq bukur dhe aq fort, bësh këngë që të tjerë të qajnë. Pavarësisht që teksti nuk mund të jetë 100% i dedikuar për dikë, por thonë që ka një copës të krijuesit aty brenda. Unë mendoj që ne si gjithë shqiptarët kemi këtë melankolinë në zemër, kështu që unë nuk është se kam një eksperiencë personale që më vjen dhe hedh në letër ose diçka e tillë. Thjesht jam vetë si tip melankolike, edhe kur jam e lumtur më pëlqen të gjej ato këngë. Kur je melankolike dhe je në modin që dëshiron të qash apo ku ta di unë, i dëgjon këngët e tua? Edhe i dëgjoj, ato që kam të papublikuara faktikisht, ato të papublikuara. A ke bërë ndonjëherë një këngë për një person special në jetën tënde, por që e ke bërë për ta mos publikuar, thjesht ja ke bërë send në WhatsApp dhe i ka thënë kjo është për ty? Po jo, më shpirti jam. Po jo, më zemër, jam britsja, po ne kam krenarin më të madhe se aq. Nuk e arritur deri aty. Po pse kujtimi i bukur do të ishte? Mos e harronte kurrë.
Atë që s'dua të më harroj, besoj se do ja çoj. Për momentin se kam pas diçka që e kuptoj. Qartë. Mirë. Një bisedë kështu për Terezin e Inis e Zirit, për të shakave, Çaj e qesh është kënga e saj më e re, është publikuar pak ditë më parë në platformën zyrtare, në kanalin zyrtar të Inis në YouTube dhe gjithashtu është pjesë edhe top list për ju që dëshironi dhe ju ka pëlqyer kënga dhe dëshironi ta shihni më lart të klasifikuar në playlistën edhe top list, mund ta votoni ato në topawards.tovischannel.tv. Ines, falenderoj shumë që ishe sot në program në Live from Tirana dhe të uroj një të premte të bukur në vazhdim. Faleminderit shumë. Uroj mos ja fusësh gjumit. Jo, pas këtij programi. Kam punë. Edhe një fundjavë super të bukur. Faleminderit gjithashtu dhe për ju.